shokët e tina i theshin mës tanin se o të morë gjykata me këtë. Dhe ka qenë pikërisht krejullet e Sulejman Abdixhiku që i ka quajtur një sekt brenda vetëvendosjes këto qëllimin që të ketë qendrat e votimit jashtë përfaqësive diplomatike të Kosovës, që më pas urrëzua kjo vendim nga PZAP-ja. Po plot shtete mërgotën e tyre kur tentojnë me i siguru të drejtën e votimit në vend votime, sigurojnë hapësirat e caktuara, të cilat i plotësojnë kushtet edhe u mundësohet votimi. Infrastruktura ligjore të ne nuk e mundëson këtë. Me të tregu një shkollë në Ferizaj, që është vend votim, ti sigur të thu që asë që kjo si plotëson kushtet. Dyert thyera, dysheme të shkatruar edhe gjithë shka tjetër keq, që i bie keq edhe për nëzën si që mësojnë atë. Kur dënë me gjetë pretekst, për mës me lonë mërgotën me votu, gjonë pretekst. Po pas taj mërgota gjonë zgjidhje. Vjen këto me 28 vjetur, votën, festën, pushën, edhe shkon prap atje të bindur se ja kanë siguru rrugtimin e drejt Republikës Kosovës me në krye kryeministrin Albin Kurti. Jeni të bindur në votat e Mergatës dhe në përsëritje të rezultatet të 2021-s. Kështu po lënë të kuptoj. Synimi ynë është që të kemi një qeveri e cila nuk është e shantazhueshme nga 2-3 deputet, të cilët pretendojnë se mund ta shantazhojnë Republikën e Kosovës vetëm me 2 ose 3 vota. Sepse unë e konsideroj që Kosova, Republika e Kosovës, socialdemokrate, edhe me nisme po të bashkëpunonit, nuk do të ta nuk e kam fjalën vetëm për nisme socialdemokrate, sepse nisma socialdemokrate e ka marrë vendimin e vet për të cilin do ta paguajë në këtë zgjedhje. Shumë mirë, ata kanë pretenduar që LDK-ja dhe PDK-ja ju dalin hokësh, i kanë mashtru, edhe tash e shohin parlamentin nga shtëpitë e tyre. Po, kjo ka qenë grocka që ja kanë bë atyne. Ju kanë thonë që mos shkoni me vetëvendosjen, se ju mormi na. E kur ka shkua fati, ju kanë thonë s'pëmujna mi ju morë, se po ka do kundërshtime mrena partisë. Edhe ka përfundu ku ka përfundu, edhe akën nuk e ka morë as njona për tyne, se edhe akë ja ka tentu, edhe me vështërësit mëdha e kanë bo listën për me garun këtë zgjedhje. Po, zoti Limaj dhe Nisma Socialdemokrate thotë se me të thotë, do të kaloj prakun zgjedhor dhe do të jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Përbes, unë mu më pëlqen vetëbesimi ti. Apo kupton, ajo është kështu për tej vetëm do aktorë të skenave të mëdhoja botërore të teatrit e kanë vetëbesimin më të madh se Fatmi Lima. Kur del me fulaj, ta merr menja që është kryetar i New Yorkut. I ka 12 milion banor për mas. Ai si ka 12.000 vota. 20.000. E këshyr me qëtasht. Ai fol për punë të mëdha, në fund historikisht Pragun e ka problem, edhe e kritikon vetëvendosjen, e shkon bëhet me LDK-n. Domethënë e çun burr të madh Lumirin, e pastaj ai e lën në rrugë. Apo kupton? Ai ka rënë Grockën e partive opozitore. Edhe unë e di që me siguri ka rënë peshman. Se erdhe me juve, me vetëvendosjen janë këto kritikat e juaja me Limaj. Kërkesa ka qenë, nuk ka qenë me ardhmë neve. Kërkesa ka qenë e qartë, me i dhonë vendit zgjidhje deri tek përfundimi mandatit të presidentes. Se na e dim që me as me votat AK-s, as me votat nisës, po as me votat LDK-s, nuk mundet mu zgjedh presidentja. Nëse të trijat po, me njërin prej tyre ju. Ajo ka qenë zgjidhje e përkohshme, për që ato e kemi ofruar opcion Glau Konjufsën kandidat për kryeministër. Ata nuk kanë dashur, kanë menuar që na nuk po dojna me shku në zgjedhje. Tash ne kemi bon veprim të cilin është dashur me bon si parti e parë, po që veprimi më i mirë për neve ka qenë me shku në zgjedhje. Edhe kanë bërë shumë mirë që nuk e kanë pranuar ofertën tonë. E kanë dëmtuar Republikën e Kosovës, po më së shumti vetveten. Dhe faji përgjithësia ishte më madhe të lëvizjave të vendosur duke qenë fituese zgjedhjeve